Ju përshëndes të gjithë nga edicioni mes ditës këtu në Top Channel. Shohim fillimisht titujt kryesor. Gjykata kushtetuese vendosi të shqyrtojë më 11 nëntor Padin e Naureda Allagamit, e cila kundërshton skualifikimin e saj si gjyqtare kushtetuese. Ndërkohë mësohet se presidenti Begaj nuk do të bëjë betimin e Asim Vokshit si gjyqtar deri në dhënien e vendimit nga kushtetuesja. Drejtësia po ecën nga bojkoti në bojkot. Sot nuk janë zhvilluar shumë gjyqe në të gjithë vendin për shkak të bojkotit të avokatëve, në shenjë proteste për arrestimin e kolegut të tyre nga prokuroria e Elbasanit. Sot duhet të mbajë edhe gjyqi për Erion Veliajn. Samiti i procesit të Berlinit, një nismë që ndihmon vendet e Ballkanit Perëndimor, këtë vit do të mlidhet në Londër. Para samitit, ministri i jashtëm gjerman tha se qytetarët e rajonit po humbin besimin për antarësimin në BE dhe këtë s'duhet ta lejojmë të ndodhë. 2 shtetas kineze janë arrestuar në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza pasi kishin mbritur me një sasi të madhe droge, hashash në bagazhet e tyre. Dyshohet se droga është trafikuar nga Bangkoku drejt Shqipërisë. Mirë se vini sërish në studio për të njohur më gjërësisht me zhvillime deri në këtë orë të ditës. Gjykata kushtetuese vendosi të shqyrtojë më 11 nëntor Padin e Naureda Allagamit, e cila kundërshton skualifikimin e saj si gjyqtare kushtetuese. Ndërkohë mësohet se presidenti Bajram Begaj nuk do të bëjë betimin e Asim Vokshit si gjyqtar deri në dhënien e vendimit nga kushtetuesja. Shprehet me vendim. Presidenti Bajram Begaj ka vendosur të mos e betojë Asim Vokshin si antar të gjykatës kushtetuese, pasi pret që kushtetuesja të shqyrtojë në 11 nëntor, në themel Padin e ish kryetares së KLG-s Naureda Allagamit për ligjshmërinë e procesit të përzgjedhjes. Vendimi vjen pas dyshimeve serioze për tjetërsim vote gjatë mbledhjes së posaçme të gjyqtarëve të gjykatës së lartë, ku shpall fitues Asim Vokshi me 3 vota më pak se Naureda Allagami. Në mbledhjen e të hënës, gjykata kushtetuese nuk ka pranuar masën e sigurisë së Allagamit, por e kaloi në gjykim themeli muajin që vjen. Mirë po presidenti për të shmangur një dëm të pariparueshëm në emërimin në kushtetuese nuk e ka dekretuar gjyqtarin e gjykatës së lartë, duke shtyr procesin. Po, me kjo është një nga shkaqet përveç shenjave asnjë lloj shënimi tjetër. E ka komisioni fikën, do që asnjë nga antarët nuk ka drejtë. Komisioni atëherë opinioni vendimi juaj? Vendimi jonë është të konsiderohet pavlefshme kjo votim. Në audion e siguruar nga Top Channel nga mbledhja e posaçme më 30 shtator, rezulton një regjistrim që është fshehur në proces verbalin zyrtar të gjykatës së lartë, në lidhje me kontestimin e një vote që u shpall e pavlefshme nga komisioni i përbërë me sekretaret gjyqësore. Në dokumentin e zbardhur mungojnë kundërshtit, si dhe ndërhyrja e kryetarit të gjykatës Sokol Sadushit, që i ndaloi diskutimet dhe ja la vendimmarrjen komisionit teknik. Por pikërisht ky vendim ndryshoi rezultatin, me fitues Asim Vokshin që mori 6 vota, ndërsa Naureda Allagami, edhe pse në krye të listës me 9 vota, njëra flet votime u konsiderua e pavlefshme, duke i mohuar asaj shumicën e nevojshme prej 3 të 5 të votave. Në padi Allagami kërkon njohjen e rezultatit në favor të saj, duke theksuar se vetëm gjyqtarët, jo sekretaret, kanë të drejtë të përcaktojnë vlefshmërinë ose jo të një vote. Fleta e votimit e konsideruar e pavlefshme nga Komisioni i Përkatës ka të qartë zgjedhjen e bërë për kandidaten Naureda Allagami. Shënimi është bërë vetëm në rreshtin Përkatës, nuk del asnjë vije shënimit tek rubrikat e kandidatëve të tjerë dhe përpasoj nuk është votuar për më shumë se një kandidat. Ndërkohë që vendosja e rrethit tek numri 2 vetëm sa e përforcon zgjedhjen e qartë dhe nuk cënon me zgjedhjen e asnjë kandidati tjetër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rast identik kur ka këto dy shenja në të njëjtën mënyrë dhe formë në një fletë votime për një subjekt zgjedhor, i ka konsideruar në manualet e tij të punës për vlerësimin e votave si vota të vlefshme të dhëna në favor të subjektit zgjedhor përkatës. Tani fjala i takon gjykatës kushtetuese, që më 11 nëntor duhet të vendosë jo vetëm për të plotësuar vakancën në kushtetuese, por edhe për dinjitetin e procesit dhe besueshmërinë e institucioneve të drejtësisë.
Ndërkaq drejtësia po ecën nga bojkoti në bojkot. Sot nuk janë zhvilluar shumë gjyqe në të gjithë vendin për shkak të bojkotit të avokatëve në shenjë proteste për arrestimin e kolegut të tyre nga prokuroria e Elbasanit. Sot duhet të mbajë edhe gjyqi për Erion Veliajn. Lidhemi direkt me Anila Hoxhën. Anila, cilat janë gjyqet VIP që nuk po mbahen dhe të lutem na tregon më shumë për situatën në gjitha gjykatat, ti ke pasur mundësinë të flasësh edhe me dhomën e avokatëve, apo jo? Po, komunikova në telefon me zotin Max Haxhiaj që drejton dhomën kombëtare të avokatisë dhe më përsëriti se bojkoti do të vazhdojë deri ditën e shtunë, pra në datë 25 tetor, për të mbështetur dhe për të treguar se avokatët janë duke u cënuar gjatë detyrës së tyre, megjithse është liruar me urdhër të prokurorit të Elbasanit, avokati Ulian Bajrami. Bojkoti ka hyrë në ditën e dytë për të mbështetur jo vetëm avokatin i cili u arrestua për disa orë dhe konsiderohet se janë cënuar të drejtat e tij, po për të mbështetur të gjithë avokatët në Shqipëri. Dhe në këtë kuadër, deri më tani nga komunikimet që unë kisha me gjykatën e apelit, që është një e vetme në Shqipëri, janë anulluar gati 80 procese deri në këtë moment që unë po raportoj, ndërsa janë mbajtur vetëm masat e sigurimit personal. E njëjta situatë ka vazhduar edhe në gjykatën penale të shkallës së parë, teksa dhoma kombëtare e avokatisë ka kërkuar që bojkoti të jetë në të gjitha gjykatat, edhe në gjykatën e lartë, edhe në gjykatën kushtetuese, sepse siç njoftojnë dhoma kombëtare e avokatisë, në rast se ndodhe kundërta, do të ketë masa ndaj avokatëve që thyejnë bojkotin. Por nuk është parë e domosdoshme që të jetë ky paralajmërim, sepse avokatëve ditën e kaluar kanë depozituar kërkesa për shtyrie të procesit, më falni, për shkak të bojkotit dhe për shkak të sensibilizimit për kolegun e tyre dhe jo vetëm. Në gjykatën e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, i pari proces që ka dështuar dhe nuk është mbajtur është procesi ndaj ish-kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe 29 të pandeurve të tjerë, të cilët mbasi avokatët e tyre mbrojtës kishin depozituar kërkesa në vazhdën e bojkotimit dhe braktisjes së proceseve, dhe për këtë arsye ky proces nuk është mbajtur. Nuk janë mbajtur gjithashtu edhe procese të tjera që lidhen me çështje të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, të cilat janë bojkotuar dhe për këtë shkak kanë dështuar. Situata pritet të jetë e njëjtë deri ditën e shtunë, që është dita e fundit e braktisjes së proceseve. Ky është bojkoti i dytë brenda një afati të shkurtër kohor, mbasi avokatët bojkotuan proceset për 3 ditë me radhë, menjëherë mbas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, që në fakt u pa se kulmoi edhe me bojkotin dhe braktisjen e proceseve edhe nga vetë gjyqtarët, të cilët kërkuan që të mos ishin të pranishëm në procese, që u vlerësua si një bojkot. E gjitha kjo në fakt, pavarësisht bojkoteve të njëpasnjëshme që po prekin drejtsinë shqiptare, duket se po sjellin dhe po shkaktojnë shtimin e backlogu dhe zvarritjeve të proceseve. Një nga problemet më të mëdha të drejtësisë shqiptare për momentin është stiva e dosjeve në backlog, që deri më tani kanë shkuar në të gjithë sistemin e drejtësisë 144.000 çështje midis tyre civile dhe penale, duke të kaluar çdo afat të mundshëm të gjykimit brenda një kohe sikurse e ka përcaktuar ligji. Nga ana tjetër, ditën e sotme, inspektori i lartë i drejtësisë ka shkuar dhe ka udhëtuar duke kërkuar që të kontrollohen në qytetin e Elbasanit, në prokurorinë e Elbasanit dhe në gjykatën e Elbasanit, ka kërkuar materiale mbi mënyrën se si sjell prokuroria dhe se përse është u arrestua për disa orë avokati Bajrami, për të cilin zyrtarisht prokuroria e Elbasanit ditën e kaluar, mbasi shpalli ndalimin e tij të palishëm, konsideroi dhe tha, duke u tërhequr nga arrestimi i tij, konsideroi dhe tha se dhe avokatët, si të gjithë pjesët tjerë që janë pjesë e sistemit, janë dhe duhet të mos cënohen gjatë detyrës tyre. Se ku shkelur konkretisht ligji në lidhje me ndalimin e avokatit Bajrami, do të kemi tashmë edhe një rezultat mbasi të përfundojnë verifikimet nga inspektori i lartë i drejtësisë, që jo zyrtarisht më komunikoi se ka nisur verifikimet përkatëse për të gjetur problemet mbi pikërisht arrestimin dhe ndalimin e Bajramit, që për disa orë qëndroi në ambientet e paraburgimit, derisa gjë që solli më pas edhe një reagim në rang kombëtar të gjithë komunitetit të avokatëve, që duken të vendosur
vendosur dhe veç kësaj duket se do ta shfrytëzojnë në vazhdim edhe për kartën më të fortë të tyre, që është ajo e ankesave jo publike që kanë patur në intervista ndryshme kur thonë se nuk dëgjohen njësoj si prokuroria. Dhe ajo që kuptohet është se tani më ata do të kërkojnë një barazi armësh në procese gjyqësore, sepse kanë pretenduar në vazhdimsi se nuk kanë të njëjtin status, megjithëse janë pjesë e sistemit të drejtësisë, duke përfaqësuar të drejtat dhe duke përfaqësuar qytetarë të ndryshëm në procese të ndryshme në shkallë të ndryshme. Të falenderoj Anila Hoxha për gjithë raportin tënd për edicionin tonë të mesditës. Dhe në prag të reformës zgjedhore, aktorët politik tashmë, si dhe përfaqësues të Komisionit Venecias, ODHIR dhe Këshillit të Evropës, ulën në një tryez të përbashkët ku ndanë qëndrimet dhe dhanë rekomandimet për ndërhyrjet e pritshme në kodin elektoral. Ne do të lidhemi tani me gazetaren tonë Elda Menga për të mësuar më shumë detaje. Elda, cilat ishin rekomandimet e palëve në prag të ngritjes së Komisionit posaçëm për reformën zgjedhore? Genta të përshëndes, dialogu, gjithëpërfshirja, si dhe ndërhyrja në kohë ishin mesazhet e ekspertëve ndërkombëtar për politikën shqiptare në prag të reformës zgjedhore. Në fakt fjalën hapse e ka mbajtur ish bashkëkryetari socialist i reformës zgjedhore Damian Gjiknuri, i cili ka marrë një besim të dytë sërish për të udhëhequr këtë reformë të rëndësishme, i cili tha se shpreson që politika shqiptare të mos jetë më paciente e pashërueshme e Komisionit të Venecias, duke kujtuar të gjitha rastet që në të shkuarën politika shqiptare i ka kërkuar ndërhyrjen dhe opinionin Venecias për të zgjidhur mosmarrëveshjet e palëve për reforma të rëndësishme, por duke u ndalur veçanërisht tek reforma zgjedhore. Gjithashtu Gjiknuri paralajmëroi se tashmë është rënë dakord për ngritjen konsensuale të Komisionit të Reformës së posaçme, pasi sipas tij tashmë edhe opozita do ketë përfaqësim të barabartë, pra do të ruajnë ekuilibrin e paritetit në komisionin që do të bëjë ndërhyrjet e pritshme në kodin elektoral. Ndërkohë nga ana tjetër, Roert Byllykbashi ka vendosur theksin në fakt të gjitha problematikat e bëra publike dhe denoncimet nga opozita shqiptare. Ai ka konsideruar si ndërhyrjen, mund të themi, më të mirë në kodin elektoral ndërhyrjen e bërë në vitin 2002. Gjithashtu ka konsideruar si problematike ndërhyrjen e bërë në vitin 2020, që sipas Byllykbashi prodhoi jo vetëm problematikat e zgjedhjeve të 2021-shit, por edhe problematikat në zgjedhjet e fundit parlamentare, duke denoncuar nga shitblerja e votës, ndërhyrja e shtetit sipas tij në procesin elektoral, po ashtu problematikën për votën e diasporës. Sipas Byllykbashit, në emër të Partisë Demokratike është i nevojshme ndryshimi i sistemit, duke mos u ndalur në fakt në detaje se cili është formula më e mirë që propozon Partia Demokratike. Ndërkohë nga ana tjetër, i vetmi që ka ardhur me propozime konkrete, mund të themi, ka qenë komisioneri Ilirian Celibashi, i cili ka sjell një sër rekomandimesh nga depolitizimi i administratës zgjedhore, po ashtu vendimarrjet e shpejta që duhet të marrë politika për shtrirjen e votimit dhe numërimit elektronik në të gjithë vendit, si dhe ndërhyrje që duhet bërë në kodin elektoral sa i takon përbërjes dhe formulës së krijimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo dhe Kolegjit Zgjedhor. Për më shumë, unë juftoj të ndjekim bashkë një pjesë nga tryeza e reformës zgjedhore. Jemi përpara faktit që shumë shpejt ne do të fillojmë një reformë të re zgjedhore. Jam i bindur që në ditën e vijim ku vendi i Shqipërisë do të miratojë një komision të përbashkët në traditën e asaj që kemi pasur me konsensus, me bashkëkresim dhe me një dëshirë për të gjetur dakordsi për shumë probleme të cilat do të jenë pjesë e reformës zgjedhore. Së fundi kemi rënë dakord, unë këtu e deklaroj edhe në lidhje me ato që pretendime apo themi vërejtje që u ngritën në lidhje me përfaqësimin në Komisionin e Reformës Zgjedhore, ku shumica dhe opozita do ketë një përfaqësim të barabartë, por do të ketë përfaqësim edhe nga partitë e vogla, të cilat janë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë, por që nuk janë pjesë e grupeve parlamentare, por duke ruajtur një balans të pastër për sa i përket ekuilibrit shumicë edhe pakicë. Kjo do të bëjë që puna në komision të jetë më thjesht, por njëkohësisht të krijojë premisat për një bashkëpunim dhe konsensus aq të nevojshëm për ligjin zgjedhor. Kemi një sër çështje që ne presim të adresojmë, janë shumë rekomandime të ODHIR që fatkeqësisht nuk u adresuan në reformën e kaluar, edhe për ato arsye që ju i dini, për shkak të vështirësive që kishte Parlamenti shqiptar edhe në përfaqësimin e opozitës dhe betejat legale që kishte opozita. Tashmë ne nuk e kemi këto, kemi një opozitë plotësisht legjitime në përfaqësimin e tyre.
të gatshëm për të hyrë në këtë bashkëpunim, pse jo për të adresuar edhe një çështje të mbetur ndër vite të kërkuar dhe që tashmë është bërë pjesë edhe kërkesave të Komisionit Evropian që ka të bëjë me financimin e partive politike jashtë fushatave zgjedhore. Dhe kjo është një temë shumë e rëndësishme, e paprekur në Shqipëri siç duhet. Është një çështje e parregulluar siç duhet që lë shumë vend për interpretim dhe për abuzim, dhe mendoj që ka ardhur momenti që Shqipëria të ketë një ligj të standardeve më të mira europiane për sa i përket financimit të partive politike, si dhe raportimit të financimit të fushatave zgjedhore. Dy shtetas kinez janë arrestuar në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza pasi kishin mbritur me një sasi të madhe droge hashash në bagazhet e tyre. Dyshohet se droga është trafikuar nga Bangkoku drejt Shqipërisë. Ne kemi në lidhje direkte tani Doriana Bezat. Doriana, tashmë rastet e trafikut të drogës drejt Shqipërisë nuk janë më raste sporadike të themin. Na trego më shumë në lidhje me këtë fenomen. Po, përshëndetje Genta, gjatë mëngjesit të sotëm, sektori narkotikëve në Policinë e Tiranës ka zhvilluar një operacion në bashkëpunim edhe me Komisariatin e Rinasit, ku janë sekuestruar 61 kg kanabis laboratorik me THC të lartë, i cili ishte nisur nga Bangkoku, tranzit në Dubai me destinacion final Tiranën. Kjo sasi e madhe droge ishte fshehur brenda 4 valiçeve që ishin bagazhet e 2 personave me shtetësi kineze, të cilët nën petkun e emrit turist kishin zgjedhur që të vinin në Shqipëri, por që aktiviteti real i tyre ishte trafiku i lëndëve narkotike. Ata ishin kujdesur që këtë sasi të madhe droge ta fshihnin brenda rrobave dhe ta maskonin brenda qeseve që kishin të loguar emrin e një fruti tropikal. Policia e Tiranës kishte marrë njoftim nga homologët nga Tajlanda, të cilët e kishin pikasur këtë rast trafiku dhe u finalizua më pas me sekuestrimin e drogës dhe arrestimin e 2 personave. Është e vërtetë që kjo linjë trafiku tashmë mund të quhet e konsoliduar, pasi nuk është hera e parë që kjo sasi droge dhe ky lloj droge, që është një kanabis laboratorik me THC të lartë, i cili në treg ka vlerën e 25.000 eurove për kilogram, dhe duhet thënë që këtu është gjetur një treg i sigurt për këtë lloj droge, duke qenë se sasit të cilat kapen qoftë me post të dërguara me 1 ose 2 kilogram, ashtu edhe nëpërmjet aeroportit të Rinasit, ka pasur vetëm gjatë 2025-s 13 episode, që tregon që është një rrugë e konsoliduar, dhe policia gjithmonë ka pasur raste ku ka arrestuar personat. Top Channel ka pasqyruar re pas here këto operacione antidrog, dhe i tillë është edhe rasti i fundit ku hetimet nuk do të qëndrojë vetëm te shtetasit kinez, por do të thellohen për të zbuluar gjithë rrjetin e trafikut. Faleminderit Doriana Bezat për informacionet e tua. E ndërkaq policia e Durrësit ka goditur një tjetër rast të shpërndarjes së lëndëve narkotike si pjesë e operacioneve të njëpasnjëshme për goditjen e këtij aktiviteti të paligjshëm. Në pranga kanë rënë 19 vjeçari me inicialet EH, banues në lagjen nr. 13 të Durrësit, i cili sipas hetimeve shpërndante lëndë narkotike të llojit cannabis sativa në zona të ndryshme të qytetit. Gjatë kontrollit, policia gjeti dhe sekuestroi një sasi droge që i rriu do ta shiste me doza më tej. Materialet hetimore janë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë Durrës për veprime të mëtejshme procedurale. Samiti i procesit të Berlinit, një nismë që ndihmon vendet e Ballkanit Perëndimor, këtë vit do të mblidhet në Londër. Para samitit, ministri i jashtëm gjerman tha se qytetarët e rajonit po humbin besimin për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe këtë nuk duhet ta lejojmë të ndodhë. Samiti i procesit të Berlinit këtë vit mbahet në Londër me në fokus bashkëpunimin rajonal dhe synimin për të ofruar siguri dhe rritje. Platforma ndërkombëtare që bashkon qeveritë e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, së bashku me partnerë të tjerë europian, shihet si një katalizator i antarësimit të vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian. Ministri i jashtëm gjerman Johann Wadephul e cilësoi disa kohë më parë këtë mekanizëm si më të rëndësishëm se kurrë. Njerëzit atje kanë filluar të humbasin besimin se do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian në të ardhmen e afërt, ishte pohimi i tij. Ne nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhë, sepse atëherë do të rrezikonim një rikthim në ditët e vjetra të armiqësisë dhe një rol më të madh për Rusinë dhe Kinën që shprehur ai.
Qeveria britanike njoftoi se teksa zhvillon aleancën e saj strategjike me Europën, do të punojë ngushtësisht me Gjermaninë si iniciatore e procesit të Berlinit mbi prioritetet e tyre të përbashkëta në Ballkanin Perëndimor. Qëllimet kryesore të samitit, sipas ekzekutivit britanik, janë të forcohet siguria europiane duke mbështetur aleatët e cënueshëm të NATO-s, duke ju kundërvënë ndikimit armiqësor dhe faktorëve që nxisin paqëndrueshmëri, duke ndërtuar komunitete rezistente, si dhe duke përballuar kërcënimet të përbashkëta që vijnë nga emigracioni i parregullt, krimi organizuar dhe financimet e palishme. Do të kërkohet po kështu të promovohet rritja ekonomike, duke zhbllokuar barrierat për tregtinë dhe investimet përmes bashkëpunimit të zgjeruar rajonal, duke mbështetur për afrimin europian dhe duke promovuar ekspertizën dhe mundësitë e investimit të Mbretërisë së Bashkuar të ofruara nga biznesi britanik dhe financat e eksportit të Mbretërisë së Bashkuar. Samiti është parë me interes të veçantë nga qeveria britanike, pikërisht për theksin që vendos tek rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar për goditjen e krimit të organizuar dhe emigracionin e parregullt përgjatë rrugëve kryesore të tranzitit, çka do të ndihmonte edhe sigurimin e vetë kufive të Mbretërisë së Bashkuar. Samitet e fundit të këtij lloji janë mbajtur në Berlin në vitet 2024 dhe 2022 dhe në Tiranë në 2023. Donald Trump thuhet se i ka kërkuar Volodymyr Zelenskit që të lëshojë Donbasin në shkëmbim të paqes, por nuk mendojnë kështu liderët e Bashkimit Evropian që do të mblidhen në Luksemburg në një takim për Ukrainën. Ukraina nuk duhet të heqë dorë nga territoret të saj si pjesë e një marrëveshje paqeje me Rusinë. Kjo deklaratë e shefes së diplomacisë së bllokut evropian Kaja Kallas erdhi pas nxitjeve të presidentit amerikan Donald Trump që Kievi të heqë dorë nga tokat për të dhënë fund luftës. Një qasje e tillë megjithatë për Brukselin është e rrezikshme. Komentet e Kallas erdhën pasi kryenegociatori i Trumpit Steve Witkoff i bëri presion presidentit Ukrainas Volodymyr Zelenski për të lëshuar rajonin e Donbasit në lindje të vendit si pjesë e një marrëveshje armëpushimi, teksa presidenti SBA-s vet i tha Fox News Sunday se Rusia do të mbante një pjesë të territorit që ka pushtuar në luftë. Nëse këto territore do të lëshohen kaq thjesht, atëherë mesazhi që u përcjellet të gjithëve është se po, ju mund të përdorni forcën kundër fqinjve tuaj dhe të merrni atë që dëshironi. Ne nuk mund të harrojmë që Rusia është agresori dhe Ukraina viktima. Rruga e duhur nuk është që të ushtrohet presion ndaj viktimës. Kjo është arsyeja pse kemi ligjin ndërkombëtar që askush të mos e bëjë këtë. Në sfondin e takimit të paralajmëruar mes Trumpit dhe presidentit rus Vladimir Putin në Budapest, qeveria e Gjermanisë pret nga samiti BE-s këtë javë një sinjal të qartë mbështetjeje për Ukrainën. Veçanërisht në sfondin e një takimi të mundshëm Trump-Putin në Budapest, blen motoja ne nuk e lëm Ukrainën në baltë, thuhet në qarqet qeveritare në Berlin. Në takimin e krerëve të shteteve dhe të qeverive të enjten dhe të premte në Bruksel, fokusi do të jetë konkretisht tek një financim afatgjatë i Ukrainës. Qeveria gjermane pret gjithashtu që në samit të ketë edhe një vendim politik lidhur me pasuritë e ngrira ruse në Europë. Mediat në Gjermani shkruajnë se pavarësisht një sër çështjesh të hapura teknike, po konturohet një konsensus i gjerë për përdorimin e pasurive të ngrira ruse për një tash të quajtur kredi reparacioni për Ukrainën. E ndërkaq nuk ka ende një kohë të përcaktuar se kur do të mbahet takimi Trump-Putin në Hungari, por paraprakisht Bullgaria ka dhënë leje që avioni i presidentit rus të kalojë nga hapësira ajrore e këtij shteti. Një datë për takimin e tyre nuk është saktuar ende, megjithatë rrugtimi i presidentit rus Vladimir Putin drejt Budapestit për takimin me shefin e shtëpisë së bardhë Donald Trump, që në fillim kishte disa pengesa. Kur Putin i udhtoi drejt Alaskës për samitin e Anchorage në muajin gusht, SBA-ja dha një leje të posaçme për avionin e tij presidencial, Ilyushin Il-96, i njohur ndryshe si Kremlini fluturues, i cili ka 4 motor dhe është i mbushur me sisteme mbrojtëse. Por ka një ndalim për hyrjen e tij në hapësirën ajrore të SBA-s, e kjo gjë vlen edhe për hapësirën ajrore të BE-s. Në mënyrë që të udhtojë drejt Budapestit, Putinit i nevojitet një përjashtim i posaçëm për të fluturuar mbi një shtet antar të bllokut evropian. Këtë gjë vendosi ta bëjë Bullgaria. Sofia sinjalizoi se do të lejojë fluturimin e presidentit rus përmes hapësirës së saj ajrore drejt kryeqytetit hungarez. Nëse bëhen përpjekje për arritjen e paqes dhe nëse kushti për këtë është që të ketë një takim, atëherë është logjike që të mundësohet zhvillimi i këtij takimi ashtu siç është e udhës, ka deklaruar ministri i jashtëm bullgar, Georg Georgiev.
Një itinerar i mundshëm fluturimi nga Moska për në Budapest kalon mbi detin e Zi, mbi Bullgari dhe Serbi. Hapësira ajrore bullgare, si vend antar në BE pas fillimit të luftës së Rusisë ndaj Ukrainës, u mbyll për avionët rus. Itinerare të tjera të mundshme janë në veri përmes Bielorusisë dhe Polonisë ose detit Baltik, Gjermanisë dhe Çekisë. Shefat e diplomacive ruse dhe amerikane Sergej Lavrov dhe Marco Rubio kanë diskutuar tashmë mbi përgatitjen e një takimi të mundshëm të presidentëve lidhur me luftën në Ukrainë dhe duket se kanë folur se si mund të zbatohen konkretisht ato për të cilat u ra dakord gjatë telefonatës së Trump dhe Putin javën e kaluar. Një 33 vjeçare nga fshati Fisht la arsimin ku punonte si mësuese për t'u përkushtuar prodhimit të bulmetit. Rudina Amuqa sjell historinë e saj, ta ndjekim. Dikur çdo mëngjes bënte apelin e nxënësve të klasës, ndërsa sot ish mësuesja matematikës, apelin e bën në Baxho. Mirëmëngjesi. Antonela të kaloi ke Gjalpi bashkë me Vjollcën, Neta te Qumshti Vis, Matilda me Florën e me Angjën të vazhdojnë punë, ndërsa Ardioni me Martën të heqin hije. Ingji Marko është 33 vjeçë nga fshati Fisht i Lezhës. Edhe pse ishte e pasionuar pas mësimdhënies, nevojat familjare e detyruan të hiqte dorë nga formulat e matematikës dhe të fizikës, për të marrë me prodhimin e djathtit dhe të gjalpit. Rreth 8 vite që merr me industrinë e përpunimit të qumshtit. Më parë isha mësuese. Ajo thotë se edhe pse qëndron larg bankave të shkollës, kontributin e saj për fëmijët po e jep nëpërmjet ushqimit, duke munduar të nxjerrë një treg, një produkt të pastër bulmeti. Patjetër, kujt nuk i mungojnë fëmijët dashuria e fëmijëve, por që edhe kjo bëhet për dashurinë dhe kujdesin e fëmijëve, është një mënyrë tjetër për të kujdesur për fëmijët. Por pasionin nuk mjafton për të pasur një vit të mirë financiar. Kësaj here kërkesat për bulmet ishin shumë herë më të ulta, dhe kjo e ka një arsye. Ka qenë një vit i vështirë, pritshmërisht ishin shumë më të mëdha. Mendoj se pjesa e turizmit ndikoi edhe te sektori jonë. Kërkesat ishin më të ulta se vitin tjetër. Engji mundohet që lëndën e parë ta sigurojë tek 200 fermerë të zonës së Fishtës, dhe kjo është e lodhshme sepse shpopullimi i zonave rurale ka bërë që të vetmit blegtor të jenë të moshuarit, të cilët shumë herë abuzojnë edhe me cilësinë, ku për të rritur fitimin, sasinë e qumshtit e shtojnë me ujë, dhe kjo nuk është as pak e ndershme dhe as e shëndetshme. Akoma ne punojmë me fermerin e komplet të vogël, me 2 krerë, një kokë, bagtie, dhe ato janë mosha e tretë që po i mbashton akoma. Ndërsa sa i takon fermave, ka shumë pak, të gjesh qumsh cilësor është e vështirë. Mësuesja matematikës thotë se 8 vite eksperiencë në Baxho e kanë bërë atë tashmë një teknologë të mirë ushqimi, e pavarësisht kësaj, Engji thotë se një ditë do të kthehet sërish tek nxënësit. Një familje me 4 fëmijë të vegjël në Petov të Fierit jeton në kushte ekstremisht të vështira. Jo vetëm banesa në gjendje të mjerueshme, por edhe papunësia e 2 bashkëshortëve i ka detyruar ata që të kërkojnë ndihmë institucioneve. Në fshatin Petov të Fierit, jeta e një familjeje prej 6 antarësh zhvillohet mes mjerimit dhe pasigurisë. Në një dhomë të vogël, ku muret e çara dhe tavani rënuar qëndrojnë në këmbë sikur vetëm për të mos rënë lënduar 4 fëmijët e mitur, familja Gremi përpiqet të mbijetojë çdo ditë. Çdo shi që bie e kthen këtë dhomë në një vend të pabanueshëm, ndërsa 4 fëmijët e mitur përballen me të ftohtin, lagështinë dhe mungesën e kushteve minimale për jetesë. Kryefamiljari, 35 vjeçari Gazmen Gremi, deri pak ditë më parë punonte në serat e fshatit me orar të zgjatur për të siguruar të ardhurat e pakta që mbanin gjallë familjen. Por një konflikt pronësie me të vëllain e tij ka përfunduar me denoncimin e Gazmendit për dhunë dhe aktualisht ai ndodhet në arrest shtëpie. Unë po të dalë ata më thusin në burgu, dhe ma kalem pa afar. Unë kërkoj të paktën me lënë një detyrim paraqitje. Paktën të lëviz, të dalë të punoj, të ushqej këto 4 fëmijë. Se unë po qesh i izoluar këtu, s'kan çahana. Çifti kërkon ndërhyrjen e institucioneve, si dhe rishikimin e masës së dënimit për Gazmentin, i cili është i vetmi krah pune që mund të sigurojë jetesën e familjes.
Thirrja e nënës shkon për çdo që mund të ndihmojë sadopak, pasi dimri po afron dhe kushtet në të cilat jetojnë janë tepër të rënda. Ja, i ndihmoj njerëzit. Ndihmoj që për ushqimin, që bin ata, edhe këto që janë këtu që shikon janë tërat gjithë të botës, edhe me të nga me bukë me zjen e dalin, si me ilaç me ushqime gjatë të tjera, me të letë. Një thirrje e heshtur që duhet të dëgjohet nga të gjithë. Dhe ishte gjithçka për edicionin tonë të mesditës në Top Channel. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.